Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Po të tash josh këto ecjen se është shumë e bukur. Shumë e bukur është jova. Si jem? Mirë se erdhe. Mirë se ju gjej. Sa bukur dukesh. Shumë e lumtur. Faleminderit që ke ardhur. Faleminderit Hajde, shumë. rehatohemi. Mos le të presësh më gjatë. Ky është vendi për ty. Faleminderit. Ndihem si në shtëpi, që tani. Më vjen shumë mirë për këtë. Dukesh shumë bukur. Faleminderit. Si je? Mirë. Shkemi nga Tirana. Oh, Tirana me diell. Me diell? Me diell. Bukur. Edhe këtu ka qenë sot gjithë ditën. Ke ardhur shumë herët apo tani nga pasditja? Unë erdha sot në mëngjes edhe e mora pak leçëm për të dukur sa më mirë për ty. Dhe ja pas ke dalë, si që është më së miri. Pas ke shiu edhe rezet e Prishtinës. Ndodhë shpesh që të vish këtu për qejf, apo... Edhe sot kjo ardhë për qejf, po të kemi sjellë ne me obligim, si me thonë. Po përgjithsisht janë punat që më sjellin në Prishtinë. Mundohem ndonjë fundjavë, kur e kam pak më lirshëm, sepse më pëlqen shumë edhe jeta sociale në Prishtinë, edhe ajri më pëlqen shumë. Po mua... Unë jam e lidhur me Kosovën, në fakt. Jo vetëm shpirtërisht, por kam edhe një lidhje gjako. Sepse jam me origjinë nga Gjakova. Me të vërtet? Po! Sa bukur. Të pas kemi pra një gjysmë gjakovare, ose një me rëngë shtu gjakovare. Shkon shpesh atje? Kur mundem. Kur mundesh? Kur mundem, po. Gjakova është shumë e bukur. Shumë e bukur. Dhe njerëzit i ka shumë të mirë. Shumë të mirë. E vërtet. E reflekton. Tash po fillon me pas sens edhe ajo. Jo pse ti nga Shqipëria prej me çfarë origjine? Prej Tirane. Prej Tirane, tamam tironse, a? Tironse, gocë Tirane. Gocë Tirane, okej. Kur the që të lidh shumë Kosova, përpos rënjeve, nga aspekti muzikës edhe zhvillimit të muzikës, e ke gjetë vetëm, pra ke arritur të krijosh edhe partner apo bashkëpunëtor nga Kosova? Të cilët i takoj shpesh, vi shpesh në Prishtinë për të punuar, kam disa gjëra në fakt kështu si në TAV, po akoma nuk mund të zbuloj gjë, me bashkëpunëtor prej Kosove, edhe jam duke eksperimentuar, më duhen ngjyra, kështu që vi shpesh edhe i takoj. Nga aspekti muzikore, ka diçka që sheh në Kosovë, nuk sheh në Shqipëri dhe ana sjelltas? Qa vëre unë këtu është, janë pak më eksperimental. Po, sidomos për nga ana e produksionit, shumë eksperimental. Qa vëre tjetër me artistët kosovarë është që ka një intuit të fort, arrin të nuhasin se për që ka nevoj tregu, edhe duken pak më të guximshëm. Por unë mundohem të marrë më të mirë në dy botëve. Mirë bënd. Nëse flasim për audiencën, të duket që publiku shqiptar është i njëjtë, pra në të dyja anët, pranon po të njëjtat gjëra që servohen. Gjën e bukur nuk e mohon askush. Atë që tingëllon bukur, të gjitha përqafojnë. Kështu që nuk bëj dallime në këtë sens. Okej. Flasim pak për atë që ty të kam bajt shumë të angazhuar së fundmi. Cili ka qenë fokusi yt dhe je nga këto tipet që kur ke një angazhim, i dedikohesh 100% apo shpërndahesh në 2-3 gjëra për t'i bërë edhe asnjëra si me thonë se ka Loren 100% me vete. Jo, ajo është shumë konsumuse. Mundohem ta shmang atë. Tani po merrem me këngën magjike, edhe gjithë energjit po mundohem që t'i derdh aty. Sepse është përgjegjësi e madhe dhe shumë angazhuese në vetvete. Po mundohem që ta mbaj fokusin totalisht aty, sepse janë thjesht 3 net. Është dita e xhirimit edhe janë 2 netat e pallatit të kongreseve, kështu që jap maksimumin aty, sepse unë edhe nga vjet kam dalur fituese, kam përshtypjen është krijuar një pritshmëri për mua. Kam qenë fituese e kategorisë Best New Artist dhe më duhet ta... Je akoma fituese në fuqi, ë? Fituese në fuqi, po. Edhe jo shumë gati për ta lëshuar kupën, unless është për të marrë tjetrën. Atë të madhen fare. Ma trego, sa ke besim ti në amanetin, në këngën që... me cilëm je pjesë e këngës magjike? Shumë. Kjo sepse për mua është gjë e re fillimisht. Unë po mundohem që të bëj një eksperiment me veten time. Amaneti ka ardhur si, do ta quaj një tip alter ego e imja. Po vi pak më krahasimisht me vjet që kam qenë më qellore, kam pasur një skenografi të gjithën me yje, një fustan të gjithë me yje. Tani vi pak më toksore, vi më e zjarrt, më e guximshme. Edhe për këtë arsye kam shumë besim që do zëri vënd mirë në treg. Edhe për ti të tjerave edhe kam vënë re, që po përqafohet shumë. Nëse flasim pak për këngën,
me të dëgjuar kupton që ka shumë fjalë geg aty, një gegnishte që neve na do veshis, do mos nga Kosova me dëgju shumë, jo se juve jo, po me që e keni toskën në E vërtet, po ja, ti e more vesh për shembull një pjesë dhe të rrënjve të mia. Apo? Po jo vetëm për këtë. Shiko, ajo që tingëllon bukur. Dhe në momentin që ti do të shprehesh sa më mirë muzikalisht, për atë gjën që dhe fonetikisht tingëllon mirë, se jo, unë nuk do bëja dallime për nga dialektore të paktën. Për më tepër, gegnishte ka një poetik natyrale në vetvete, më tërheq shumë. Prandaj jam bërë edhe disa ngacmime, po theme. The që tani ngacmime. The që tani e kthyer për të marrë atë tjetrën. Kujt ja ke vënë syrin? Pra cilit po synojmë për çmimin kryesor, besoj, ja? Çmimin e madh, po. O ato, o hiç. O hiç, o dola. Sa je gati për këtë, në kuptimin besoj shumë që secili përpos dëshirës për ta pasur edhe vetë arsyeja e futjes në garë është për të parin o fare, ani pse të gjitha janë të mirëpritura, po. Edhe pse ne jemi mësuar... Njeriu pak e ndjen ato, ose edhe manifeston. Më shumë e manifeston. Për shembull, kjo më ka ndodhur mua vitin e kaluar për ne yjet ndizën lart. Unë e kam thritur shumë. Edhe pse unë në atë fazë kam qenë një upcoming artist, kam qenë në rritje si artiste, kam pasur disa klipe në treg, mirë po më veshim me një përgjegjësi aq të madhe, sa që edhe këtë vit e mora, jam edhe natyrë shumë kompetitive, e mora me shumë inat. E mora me inat, okej. Me këto inate, sidomos kur vjen puna e pikëve, tashmë që e ke pasur një eksperiencë nga hera e kaluar, ti kërkonin shumë pikët, thresnin kështu ore qas në telefon për... Jo. Që më jep mu tetën, asaj gjashtën, se meriton. Janë disa teknika kështu të vockla, ngacmuese, por jo, përgjithsisht me mua s'ka ndodhur, ndoshta edhe sepse isha kështu si artiste e re, si fresh meat. Akoma se kanë pas besimin 100% që nuk do t'regoj Lore në publik. Eksakt, ndoshta këtë vit do jetë ndryshe, kush e di. Cili është ai emocioni që ti sa herë ngjitesh në skenë, pavarësisht për vojës edhe pavarësisht për sa të herë ngjitesh aty, është i njëjti, sikur të dalësh për herë të parë. E vërtet. Qa ndjen ti në ato momente? Edhe pse unë pasi i lançoj këngët, Lerona nuk ndodh t'i dëgjoj më. Këngët konsumohen, emocioni konsumohet. As nuk të bie më në ndërmend që ta dëgjosh këngën tënde. Po kur hipën në skenë, edhe sheh edhe angazhimin e publikut, se sa të lidhur janë me fëmin tënd, duket sikur po e këndon për herë të parë. Është shumë emocion. Ajo të mbush shpirtin, a? Ajo më mbush shpirtin. Ajo është kulmi emocional i secilit artist. Besoj, edhe ti, sikur edhe publiku, nëse flasim për festivalet, apo edhe në përgjithësi për tregun muzikor, për artistët shqiptar, shpeshherë fliten edhe për ato bryllat me zvete, për ato kacafytjet ose inatet që nga njëherë i shfaqin edhe publikisht. Duke qenë për herë të parë vitin e kaluar në Këngë Magjike, kishe pak droj nga kjo se si do t'ishte për brenda ajo që flitet jashtë dhe ta përjetoje? Sa do para përgatitesh, ti asnjëherë nuk e di se çfarë të pret. Mirë po, unë vjet e kam pasur shumë vaj në këtë sens, sepse ishte edhe kontakti i parë me një rreth të gjerë artistik. Dhe të them drejtën më pritën shumë mirë. Po nuk e di si do jetë këtë vit, po siç të thash, ka qenë pritja e fillimit. Unë konkurroj për një gjë shumë më të madhe, dhe ndoshta këtë vit do ndihet më shumë, nuk e di. Ta shohim. Uroj që vetëm të mos ndikoj ty se ato të ndodhi. Ato janë pjesë e lojës. Në fund të ditës garen e ke me shokët, ç'të them. Kështu që duan. Ke përjetuar nga këto rastet ku të është përplasur një derë, ku ti ke trokitur për të ndihmuar, jo për të favorizuar, po për të ndihmuar, për të punuar bashkë, për ta qitë në pak këtë zonin tënde dhe talentin tënde, thjesht për ta ndjekë ëndrrën. Gjithmonë ka të tilla raste. Njerëz që nuk suportojnë, ose ndoshta tentojnë edhe të prishin punë, ndoshta edhe me një fjalë mundohen që të demoralizojnë. Ka pasur shumë raste që edhe miq, po themi, edhe të njohur të mit,
në rrugë duke u takuar, më thonin sa i natë që nuk të eci kur ty, sepse e din që unë jam tjetër profil muzikalisht, jam pak më alternative dhe më pak komerciale se pjesa mbetur. Nuk kam shumë të ngjashëm. Dhe duket krijoj perceptimi sikur sa i natë që nuk u bë gjë me ty. Po unë nuk dorëzohem, unë këtu jam. Nuk kam ndërmend. Nuk ndaloj asnjëherë. Momente shkënjimi sigurisht të gjithë kalojnë. Të gjithë kalojnë. Siç ka edhe momente ku thua ti jo, sepse e di mirë çfarë do. Edhe ke më shumë respekt për veten edhe për artin tënd. Edhe e di kur është momenti që të refuzosh. Ti, ajo që të bën ty të veçantë është vetja jote, thënë të drejtën, edhe mënyra interpretimit tënde, asaj ngjyrës së zanit. Nuk jam e fushës më shumë, nuk di të dalloj nga këto, po dalloj kur diçka është e bukur edhe kur një zë më pëlqen. Të është servuar ndër vite ose në këto kohë, këngë, zhanër, diçka që nuk i flan Lores. Pra, kanë tentuar që t'japin diçka që si e ti, edhe si reagon në ato raste? Po, edhe ka ndodhur. Bërë selektive. Në momentin që ti e din mirë se ku të fle shpirti, pastaj ku të fle zëri, fillon që të zgjedhësh. Dhe kanë ardhur edhe ofertat të tilla bashkëpunimi, po në momentin që nuk e kam gjetur veten, nuk kam dashur që të filloj të servirë edhe audiencës time, edhe publikut tim, një gjë që ato të e kuptojnë në moment. Publiku është shumë i zgjuar. Një gjë që ata do mendojnë, do kuptojnë që në momentin e parë që nuk thret lëre në këtë sens. Po refuzimet vinë për një moment, për momente të dyta, po themi bashkëpunimi, për gjëra shumë të përafërta artistikisht, me secilin nga kolegët e mi që më ka bërë një ofertë për bashkëpunim. Jam shumë e hapur, po duhet gjetur kjo gjua e përbashkët, është shumë e nevojshme. Dhe ajo që përqafon sigurisht publiku. Është intimitet shumë i madh të ndash një këngë me një artist tjetër. Kështu që duhet të jesh shumë e kujdesshme. Një prej këngëve që publiku don shumë edhe ka dashur, e ka përqafu duket si me njëherë të Lores, është Tonight. Po. Aty ku gati zbesoj kushtet ti e shqiptare. Po, e vërtet. Edhe sot e kësaj dite janë akoma me iden, kur e marrim vesh, jam unë pas asaj këngës, dhe hutohen totalisht. Po, ka qenë Tonight vazhdon tjetë të bëjt xhiron e radiove, xhiron e rrjetit, pësoj një viralitet shumë të madh, dhe për mua Blerona ka qenë një bekim, ajsa dhe një mallkim në thonjza. Sepse ka qenë i pari material që e kam shkruar, kompozuar vetë, i cili dhe pse ne nuk e dinim se ku mund shkonte dhe sa masivitet mund të merrte, e lançuam pa klip, njerëzit nuk asocionin dot figurën me vokalin, me këngën, dhe pavarësisht se mua mu hapën shumë dyrë nga shumë televizione dhe emisione që më ftonin për të folur për këngën, njerëzit prapë ishin në rrësirë se kush ishte mbrapa. Dhe mua më ndodhi një gjë, kur them mallkim në thonjza, që futesha në supermarket, futesha në lokal, në klub, në kohën që i frekuentoja, dhe kënga luaj, dhe i shija gjithë njerëzit që e këndonin gjithë shpirt. Ti të marrë molla aty. Po, dhe unë aty. Dhe prisa që në një moment, sikur një person të kthej dhe thoshte, qa punët mirë ke bë, ose super këngë kjo, ose sa më pëlqen. Dhe asnjë nuk kthej. Dhe aty kuptova që kënga ishte bërë më e madhe se unë. Dhe kjo ishte një problem shumë i madh. Dhe më bëri që të rimendoj gjërat, ato që do vinte më mbrapa dhe të bëja një punë shumë më të madhe, me ato që do vinte. Pra, nuk është se që në ka ndjesi e mirë kjo, tani që po të dëgjoj ty... Një këngë hit, sidomos si këngë e parë hit, e them, më falni pa modesti, por është bërë shumë virale. Po pra. është një përgjegjësi shumë e madhe për ato që do vinë mbrapa. Dhe për këtë arsye, ndoshta jo gjithmonë është qef. Në situata të tilla kur një këngë pëlqejet kaq shumë, të krijohet ose e ke atë qëllimin që ta bëjmë diçka të përafërt që të rrim po këtu, apo duhet ndryshosh komplet? Ideja në rastin tim ishte kjo. Unë isha shumë e lumtur që të mos keq kuptohem me të gjithë
me sa shumë po përqafojmë kënga dhe sa e donin njerëzit. Mirë po, të thash, ishte përgjegjësia shumë e madhe për ato që do vinte mbrapa dhe njëkohësisht unë nuk doja të qëndroja një vokal DJ-sh dhe mu desh të largohesha totalisht nga i zhanër, nga house music, po themi, nga muzika EDM. Dhe mu desh të bëja një rishpikje pa u futur akoma mirë në treg. Të gjeja fiksa të gjën që doja. Edhe këtu erdhi gjithë EP-ja, edhe pse është lançuar me materiale singles, po themi, kohë pas kohe. Ajo e para 2 vitesh gati. Me këngën Po largohem, Të du, që ka qenë edhe kolon zanore e Njerëz dhe fate 2, edhe shumë këngë të tjera në përmbyllje këngën e këngës magjike. A ka dedikime ose fjalë të dedikuara të Lores? Ndoshta te Tonight, me qenë se the që ke bërë nga A deri në Zh vet. Shumë shpesh. Unë mundohem që gjithmonë të sjell gjëra të përjetuara. Janë eksperiencat e mia ato që më bëjnë që të inspirohem dhe të ulem të shkruaj. Cili është më personal prej vargjeve? Refreni të Tonight është i gjithi i frymzuar nga një eksperiencë personale, nga një gjë e pamundur, po themi. Dhe kështu edhe të gjitha këngët mbrapa nuk mund t'i ndaj, kanë të gjitha grimca nga jeta ime. Ta bojnë këto më të vështirë interpretimin edhe kohën në studio, pra deri në atë pikë sa edhe qanë, për deri sa incizon? Ka pas shumë raste, dhe aty e kupton që ai është teku më i mirë, themën, është rekordi më i mirë në mikrofon. Ka pas shumë raste që kur kemi finalizuar regjistrimin, më është dash të lëshohem edhe të heq të gjithë ngarkesën që ma jep kënga apo teksti. Është shumë e vështirë. Mundohem që nga çdo kujtim, nga çdo plag, nga çdo lëndim, të marr diçka edhe ta kthej në art. Ti inspiron më shumë dhimbja apo lumturia? Pra këto momentet e dhimbjes, të plagëve, apo ato të qeshurat edhe kujtimet e bukura? E di si është puna, unë kur kam momente të lumtura apo periudha të lumtura të qeta, unë dua të jetoj. Nuk të bie shumë në mend që t'ulesh të shkruash, po, të shkrijosh. Kurse kur ke momente vulnerabël, kur dhem shpirti, kur të qanë shpirti, atëherë do që nga dhimbjet nxjerrësh një gjë të bukur. Edhe arti ndihmon shumë. Edhe, po, momentet e dhimbshme janë ato që nxjerrin gjërat më të bukura nga thellësia e shpirtit tonë. Te kënduara, kur e dëgjojmë Loren, e kuptojmë që është nga ato artistet që të qetëson kur e dëgjon. Tani që po të kam këtu përballë dhe po flas, kuptoj që ti edhe qenke vetë natyre tillë, shumë e qetë, edhe me këtë të folurën që pikërisht të qetëson. E ke marrë nga dikush në familje, pra jeni të gjithë kështu të avash, të qetë? Përgjithsisht po, unë kam momentet e mia, mos... Të gjithë i kemi? Po, absolutisht. Po që, jo, përgjithsisht, po, kam një... Mundohem t'jem e lirshme, mundohem t'jem e qeshur, e qetë, edhe pozitive. Për më tepër të kesh dhe ty përballë, nuk është më le mundësi tjetër për momentin. Faleminderit. Okej, unë do të kthehem prapë te kënga magjike edhe të flas pak, me qenë se tashmë shumë prej këngëve edhe janë publike, edhe i kanë dëgjuar edhe audienca, edhe secili prej tyre ka bëu punë të mirë. Dua që t'ju jap një kompliment të gjithëve që po garojnë. A ka, ose nuk e di, a do t'jesh në pozicion për të ma thënë këtë, po megjithatë unë do e bëj timen. A ka këngë që këtë ka pëlqyer edhe që nuk do i kursej edhe komplimentat publike për të? Ka këngë të mira. Me qenë se është gara akoma hapur, dikush edhe mund të rezervoj për ta thënë, po? Ka këngë të mira këtë vit, po jo vetëm nga artistët bi, ka këngë të mira edhe nga artistët e rinj, që më kanë pëlqyer. Do thoja kënga e Frank. Është artist i ri, po jo më larg se vitin e kaluar, kaloi në BIK bashkë me mua, ishim një pesë shumë e fortë të finalistësh të rinjve. Ajo më ka ngjirur shumë, në veçanti, krahasim me të tjerat.
Okej, bukur. Suksese të gjithëve, sidomos tyre të rinjve. Këta që janë për herë të parë, ti e ke kalu tashmë. Po, unë kam lëkurën sol tani. Tani i ke të qarta synimet. Mendon që sikur të ndodh te kjo, edhe gjithmonë duke e manifestuar, edhe duke e parë momentin që po ndodh. Çfarë, sigurisht kënaqësi patjetër, po çfarë përgjegjësie do të vinte ty? E ke mendu? Sigur kjo puna e këngës, kur bën diçka kaq të madhe, kjo do të ishte një arritje shumë e madhe dhe më pas... Më besoj që sa është qef është hall. Do me thënë, sepse ajo që do pasoj duhet jetë fantastike. Publiku i ngre pritshmëritë për ty në stratosferë, sa ndonjëherë që nuk kupton njerëzit është që edhe ti e njerëzore, nuk je perfekte, nuk mund të vish gjithmonë me materiale shumë të mëdha edhe hite shumë të forta. Po, unë kam shumë planet bukura për atë që do vim brapa. Dhe ditë të them vetëm këtë, që kam filluar që tani të vizionoj veten time me të bëj ca prova në shtëpi me atë kubën e vjetër. Edhe të jap ca fjalime që e di që do të duhen për natën finale, a? Besoj që po. Kështu vazhdoje me këtë ritëm. Pse sigurisht që unë i vlerësoj shumë festivalet, aq më shumë këngën magjike, si ndër të paktat në fakt që kemi si në Kosovë, në Shqipëri. Dhe mendoj që artistët të duhet kishin akoma më shumë, por ka disa artistë që njëherë bëhet ky identifikimi artist festivalesh, dhe gjatë gjithë vitit, e gjitha që a bëjnë është një këngë për festivalin. Besoj, nuk e sheh veten, s'ka asgjë të keqe, edhe po t'jetë ashtu, po cili është vizioni yt? Nuk ka absolutisht asnjë gjë të keqe përveç faktit që ti mbetesh deri diku një-dimensional. Domethënë, për më tepër që materialet që ti duhet sjellësh në festivale duhet të jenë shumë specifike. Nuk mund të sjellësh çfarëdo lloj gjëje. Dhe pavarësisht se unë mendoj që janë platforma shumë të mira lançimi, sidomos për artistët e rinj. Në sken praktikisht je lakuriq para publikut. Ti duhet t'japësh më të mirën tënde nga ana interpretative, vokale, edhe komunikative me kamerën. Duhet t'jesh super i stërvitur, të paktën mëndërisht për atë që po të pret. Janë platforma shumë të mira, po janë dhe përgjithësi shumë e madhe. Sepse janë one shot. I ke vetëm një mundësi për të shkëlqyer aty. Dhe unë do inkurajoj artistët që të merrin pjesë në festivale. Mua paktën ka dalë shumë mirë, të thoja, po që të gjithë artistëve i duhet festivali në CV. Patjetër. Duke qenë se i kemi dhe më pikatore, mua më pëlqen shumë të jem pjesë, sikur një herë në vit, e këngës magjike, apo RTS-s, apo RTK-s, pse jo në të ardhmen. Ishte shumë, shumë qef. E vërtet, i duhet se cilit artist, përpos kjo, shumë punë për festivalin, edhe fat, do thoja. Edhe fat. Qëndron edhe fati. Qëndron edhe kjo, se të mos kërmendon që e ke veç një mundësi. Po, ndonjëherë, unë them, fatin du të kapësh për i flokësh. Sepse nuk mund të mbash vetëm aty. Nuk mund tjetë vetëm ajo gjë ku ti duhet të peshosh edhe të varesh. Ai fati i zemrës tënde është kapur, apo? Nuk e di. Ndoshta është rrugës. Nuk kam shumë që të them, nuk kam shumë të reja. Po që e fokusuar totalisht në muzikë, për qeter fatin aty njërë. Mund t'jetë që ka të bëj me muzikën, po thua. Jo. Jo. Ose dhe me Kosovën, hala më mirë, dhe të kishim më shpesh këtu. A thu? Dhe ishte mirë? Okej. Base, nuk i dijet asë njerë. Unë s'dua ciklet osë shumë, se e di që kemi pasët ca planet e tjera për përgaditje më shumë e i këngë, po të vu në vështërsi unë, nëse të tem pak diçka të më këndoshme që të kam këtu në studio edhe besoj do t'jetë o gurin barë për finalen të dhe ishte shumë qef. Qa do ti që e vlerëson? Unë do këndoj, duke qenë se edhe do doja shumë të këndoja një pjesë në të najtë, duke qenë se ka qenë edhe kontakti imi parë me publikun. Thirëm në këtë natë, mendoj për ty dhe pse nuk të kam, ti rridhe pak me mu, e jo
otja jam, hej otja më këtë natë, Sa e bukur, më vjen shumë mirë që Faleminderit. e fitova dhe këtë pamje, sidomos të kësaj këngë që Faleminderit. është gjithandej, po tani do jetë edhe kjo pamje prej studios. Faleminderit. Dëshiroj shumë fat, faleminderit që më erdhe sot.